A duhet të hani lëkurën e pulës? Ja çfarë thot mjeku. Me siguri që shumica e personave ju ka thënë se sa e dëmshme për shëndetin është lëkura e pulës. Jo vetëm se ndikon që të shtoni në peshë, por me siguri ju kanë thënë se mund të rrisë nivelin e kolesterolit, shtypjes së lartë të gjakut dhe kontribon edhe në probleme të zemrës. Megjithatë, studimet e fundit kanë treguar se ky rekomandim është i gabuar. Nuk keni nevojë ta largoni plotësisht lëkurën e pulës kur e gatuani atë. Ekspertët shëndetësor nga Universiteti i Harvardit kanë konfirmuar se ngrënia e lëkurës së pulës, veçanërisht në sasi të moderuar, nuk do të shkaktojë probleme shëndetësore. Veç kësaj, lëkura e pulës, sidomos duhet të shmanget nga persona të cilët kanë edhe luhatje të këtyre problemeve. Ajo është e mirë për organizmin nëse konsumohet me mas. Ekspertët këshillojnë që pulën ta konsumoni vazhdimisht, sidomos edhe mishin e saj, si një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese për të shtuar me patjetër në dietën tuaj të rregullt shëndetësore.